shumë mirë që e përmendë Elsa këtë pjesë, sepse një tjetër gabim që shpesh ne prindërit e bëjmë është orientimi. Çrregullimet në të folur me raste duhet të trajtohen vetëm te logopedi, me raste tek psikologu. A mundesh me ma bë dallimin kur te psikologu dhe kur te logopedi? Po, atëherë te logopedi zakonisht fëmijët I dërgojmë kur nuk munden mi formu fjalët, mi shqiptu fjalët, tingujt, do me thonë ma shumë për gjuhën, për shqiptimin e fjalëve. Logopedi ju ndihmon do me thonë për mi artikulu fjalët ma mirë, ja u mëson fjalët, ndërsa për te psikologu është më shumë kur fëmija do me thonë mundet me I formu fjalët, den me folë, po vetëm duhet fëmiju me u stimulu pak ma shumë që me janë nxit komunikimin. Do me thonë nuk kemi nevojë me mësu fëmiju në qysh me I shqiptu fjalë, qysh me folë, qysh me I formu, po vetëm me nxit, me mësu fjalë tjera, me nxit që fëmiju me komuniku ma shumë.